Edhe një herë, protesta mbrëm tregoi vitalitet, forcë, qëndrueshmëri. Unë kuptoj që Republika e Shpresës po vjen, sepse në thelbin e saj është kundër Republikës së klaneve. Edhe pse duan të etiketojnë si e Sorosit apo diçka tjetër, unë dua t'ju them se një alternativë e re, e qartë, me intelektual, me njerëz të lirë, me një rini që frymëzon, do t'i japi goditjen përfundimtare. Vazhdoni dhe vetëm vazhdoni, se kështu oligarkia kriminale do të marrë atë që meriton. Këta politikan, të cilët kanë menduar vetëm për xhepin e vet, në kurrizë dhe në dëm të interesave të shqiptarëve, duhet të përgjigjen ligjit dhe një masakrimi popullor, kuptohet me votë. Zoti ju bekoft.